Për herë të parë në Ulqin u mbajt Valdanos Olive Trophy 2025, organizuar nga Federata e Ciklizmit të Malit të Zi dhe Klubi i Ciklizmit Buna nga Ulqini. Për të hapur këtë garë, fjalën e morën kryetari i Klubit të Ciklizmit Buna Skënder Lika dhe kryetari i Federatës së Ciklizmit të Malit të Zi Dejan Popović. Faleminderit gjithëve për prezencën tuaj këtu. Jena pak me emocione, hera e parë, besoj se çdo të shkojnë mirë. Ju uroj gjithëve sukses. Inshallah kryjmë palën ndime dhe le të fitojnë më i miri. Nacionalnu MTB ligu, kažem po prvi put imamo trku u Ulcinju, zahvaljujući našem klubu, našem novom članu u Savezu, biciklističkom klubu Buna iz Ulcinja. Ovom prilikom ih sve pozdravljam, pogotovo predsjednika kluba gospodina Skendera Liku koji je nesumnjivo uložio sa svojim timom veliki napor da danas ovo izgleda ovako divno kao što i svi vidimo. Da ne bih ja puno dužio, otvaramo biciklističku sezonu 2025. godine u Crnoj Gori, upravo ovom trkom u MTB kategoriji. Drago mi je da vidimo veliki broj djece danas na ovoj prilično za naše prilike masovnosti. Želim sportsku sreću svim takmičarima da pobjedi, kako reče i Skender, najbolji. Në një mjedis të veçantë, siç është Gjiri i Valdanosit, u mblodhen shumë ciklistë nga vende të ndryshme të rajonit dhe Evropës. Mentor Lika, njëri nga themeluesit e shoqatës së ciklizmit Buna, na dha më shumë detaje. Fillimisht jemi të lumtur që më në fund arritëm që të jemi këtu dhe të mblidhemi këtu, të organizojmë një garë shumë bukur në këtë vend unik, edhe kështu i kemi vënë edhe emrin Valdanos Olive Trophy. Te kjo ditë është një punë shumë e madhe, shumë e lodhshme, edhe një herë shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj gjithë anëtarët e klubit, gjithë sponsorat, gjithë ato që na kanë përkrahë në gjitha format, komunën e Ulqinit, organizatën turistike edhe gjithë të tjerë. I kemi pjesëmarrësit vetëm nga Ulqini sa? Jo, kjo i kalon kufit e Ulqinit edhe të Malit Zi. Jemi shumë të lumtur se sot kemi edhe ngarues nga Shqipëria edhe nga Kroacia. Kanë qenë të ftuar edhe nga Kosova edhe më gjerë, por për shkak që sot është shtunë, do të kishin qenë shumë më prezente dhe shumë do të kishte qenë në nivel tjetër, por jemi shumë të lumtur edhe të gëzuar me këtë pjesëmarrje. 4 vjeçarët janë të gjitha kategoritë, janë deri të më të mëdhejt, janë 11 kategori edhe gjitha moshët i përfshin kjo garë. Edhe gjithë tura do të bëhet vetëm brenda Valdanosit. Gjithë tura, kjo garë sot do të bëhet brenda Valdanosit, pasi është garë mountain bike dhe duhet të përshtatemi rregullave të Federatës së Ciklizmit dhe UCI-s, që është Unioni Internacional i Ciklizmit, kështu që do të bëhet vetëm në këtë pjesë garë. Gjallëri më të madhe kësaj gare i dhanë edhe fëmijët, ata të cilët një nga mjetet e tyre më të preferuara e kanë bicikletën. Te ke emri? Eron Tajipi. Sa vjeti ke? 4. A të pëlqen me vozit bicikletën? Po. Me ke vozit bicikletën te? Në babin. Po? Në Valdanos. A je lodh sot me bicikletë? Ja. A të pëlqen shumë? Po. Aktivitetet të tilla kontribojnë në sport, por edhe në vizitën që i bëhet vendeve unike që ka Ulqini, siç ishte në këtë rast Gjiri i Valdanosit.